Pogradeci dhe fshatrat turistik të Linit e Tushemishtit edhe këtë vit vijojnë të jenë të kërkuar nga turistët për bukurinë që ofron kjo krahin aq e njohur për kulinarinë dhe mikpritjen. Për vizitorët vendas e në veçanti për ata të huaj, varret e Selçës, Guri i Kamjes, Mali i Thatë, si dhe Lini e Tushemishti mbeten më të preferuarit. We come from Austria. Ne jemi nga Austria, kemi ardhur për herë të parë në Pogradec, një pamje fantastike, vend i mirë për të qëndruar, diell, ushqim fantastik, do rikthehemi përsëri. Unë kisha dëgjuar për Pogradecin në internet, sa shumë dyqane dhe njerëz. Liçeni fantastik, bëm plazh dhe u relaksuam. Çmimet ishin shumë të lira. Edhe për operatorët turistik, kuzhina tradicionale është më e kërkuara nga turistët e huaj. Në Shqipëri përgjithsisht kërkojnë atë ushqimin që vjen sa më afër tokës, si thua, prodhime të vendase të prodhuara vetë nga fshatarët, ose më saktë njerëzit që punojnë në fshat. Investimet dhe paketa turistike kanë bërë diferencën në këto vitet e fundit dhe ajo që është më e rëndësishmja, gjatë këtyre viteve qyteti është vizituar nga të gjitha moshat.